Hedhim vaj në tenxhere, hedhim pak shumë, pastaj mbushim 2 gota me oriz dhe I hedhim të dyja në tenxhere. E kështu, pastaj I përzim mirë dhe I zim. Kur të marrë ngjyrë të ardhë dhe hedhin 4 gota ujë të nxehtë në tenxhere. E kështu do të hedhim një koncentrat. Edhe do hedhim koncentrat pule. Do t'i bëjmë thërrime jo me copëza, fare mos e ketë fare sepse mund të marrë një shije të keqe. Pastaj mund të hedhim erëzat që na pëlqejnë neve, si organi dhe piperi. Dhe do të hedhim I qik shumë krip. E kështu do t'i lëm për disa minuta. E kështu do t'i përzijmë mirë dhe do t'i lëm për disa minuta. E pastaj kaq, fundi. Është shumë I shijshëm. T'ju bëftë mirë, natën e mirë.